Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet në përmirësim. Pas monitorimit të vazhdueshëm gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, autoritetet raportojnë ulje të nivelit të ujit në zonat e prekura nga përmbytjet. Në zonën e Obotit është konstatuar rënje nivelit të ujit. Aksi rrugor që lidh fshatin Obot me rrugën kryesore vijon të ketë prezencë uji me rreth 90 cm, nga 100 cm që ishte një ditë më parë, duke shënuar ulje për rreth 10 cm. Ky aks mbahet në monitorim të vazhdueshëm. Mjetet e Bashkisë Shkodër dhe strukturat mbështetëse ndodhen edhe sot në terren në gatishmëri të plot për garantimin e aksit dhe ndihmës për banorët. Varkat janë prezente për transport dhe ndërhyrje në rast të nevoje. Në Obot raportohet prezencë uji në oborret e disa banesave, ndërsa deri në këtë momente nuk ka të dhëna për deportim të ujit në brendësi të tyre. Ndërkohë, njësinë administrative Dajç, konkretisht në zonën Urrela Shirç, është shënuar gjithashtu ulje e nivelit të ujit me rreth 10 cm. Vijon prezenca ujit në kanalet kulluese të tokave bujqësore pa rrezik për banesat. Sa i përket sipërfaqes së tokës bujqësore me prezencë uji, ajo vlerësohet me rreth 760 hektar, të shpërndara në Dajç me 80 hektar, Velipoj 100 hektar, Ana Malit 530 hektar dhe Bërdica 50 hektar. Autoritetet konfirmojnë se situata paraqitet e qëndrueshme dhe në përmirësim, ndërsa monitorimi në terren vijon pa ndërprerje nga strukturat përgjegjëse.